Kemi folur edhe për angazhimin e Voltalias në Shqipëri. Se çfarë kanë folur Emmanuel Macron dhe Edi Rama në lidhje me këtë projekt e din vetëm ata të dy, por ajo që dihet është që pas ankandit, situata nisi të ndryshojë në mënyrë të shpejtë dhe kontratat po ndryshonin me kushte të reja në kurrizë të taksapaguesve shqiptar. Le t'i kthehemi edhe një herë kontratës. Në kontratën me Spalve janë shprehur qartë se çmimi për 70 MW që operatori i energjive të rinovueshme do të paguajë ndaj Karavasta Solar dhe Voltalia është 24.89 euro për megavat, detajuar në shtojcën 4, marrëveshje për blerjen e energjisë. Edhe në rastet kur Ministria zgjedh të caktojë një blerës të ri në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm dhe sipas nenit 3.6 të kësaj kontrate. Në kontratë dhe në të gjithë dokumentacionin e ankandit është shumë e qartë se prodhimi mbështetur nënkupton të gjithë prodhimin përkatës deri në dhe duke përfshirë, por jo më tepër, se 50% prodhimit të matur në çdo periudhë skedulimi të matur sipas nenit 7.2 të marrëveshjes. Ndërkohë, gjatë zbatimit të kësaj kontrate, nuk ka ndodhur asnjë ndryshim ligjor që do rëndonte zhvilluesin apo ndonjë veprim materiali pafavorshëm qeveritar, sipas nenit 17 e 18 të kësaj kontrate që do të penalizonte Voltalia. Pas firmosjes së kontratës në kusht 2020, në QKB regjistrohet shoqëria Karavasta Solar SHPK. Kjo është kompania e cila ka kryer të gjithë investimin për ndërtimin e parkut fotovoltaik. Më pas, lidhet marrëveshja për energjinë me çmimin e përcaktuar 24.89. Marrëveshja për blerjen e energjisë midis furnizuesit tregut lirë dhe Karavasta Solar, sipas kushteve të kontratës kryesore mes Ministrisë dhe Voltalia, është firmosur në datën 19 nëntor 20 nga FTL, kompani bie OSHE, e cila kryen edhe funksionin e përkohshëm të operatorit të energjive të rinovueshme, të përcaktuar në ligjin 7 fraksion 2017, funksion të cilin e sqaruam në hyrjet e emisionit. Në vijim, në datën 22 mars 2021, kryeministri Edi Rama zhvillon një vizitë zyrtare në Paris, ku ka pasur një drekë shumë të fryqme me presidentin Macron, në të cilën është diskutuar nominalisht për Voltalia. Investimet e Francës në energji në Shqipëri, ku kompania Voltalia po investon për parkun më të madh fotovoltaik të rajonit, faktikisht në Karavasta dhe po ashtu edhe në një apo dy projekte tjera me rëndësi. Pra, në të paktën 2 raste, kryeministri Edi Rama ka konfirmuar se ky projekt ka qenë temë diskutimesh me presidentin francez, si në pritjen speciale nga Macron në Pallatin Elysee, ashtu edhe një vit më pas në Madrid në samitin e NATO-s, ku duket se interesi për Karavastan ishte edhe më i lartë se diskutimet e samitit. Dje kam qenë së bashku me presidentin e Francës në Madrid dhe kemi folur edhe për angazhimin e Voltalias në Shqipëri, edhe për ditën e sotme, edhe për vijimin e investimeve të Voltalias me parkun tjetër fotovoltaik. Po, çfarë ndodh pas drekës në Paris dhe takimit të fundit në Madrid mes Edi Ramës dhe Emmanuel Macron? Siç u thamë më sipër, mes Karavasta Solar dhe FTL, në nëntor 20 lidhet kontrata për blerjen e energjisë me çmimin 24.89. Por, çuditërisht, pas këtyre takimeve, ajo ndryshon dhe këtu fillon dhe vjedhja dhe abuzimi me paratë e shqiptarëve. Emisioni Plug ka arritur të gjejë një pjesë të kontratës së re të lidhur. Më 29 qershor 22, Edi Rama ishte në Madrid në samitin e NATO-s dhe, siç ai vetë deklaron, është takuar me presidentin Macron dhe ka folur për këtë park fotovoltaik. Vjen shumë mirë që për rastësi dje kam qenë së bashku me presidentin e Francës. E si për rastësi, vetëm pak ditë pas këtij takimi, më 15 korrik 22, lidhet marrëveshje për ndryshimin e marrëveshjes për blerjen e energjisë elektrike. Nga ky dokument përftojmë të dhëna shumë të rëndësishme. Duke qenë se më datë 13 prill 2022 dhe pas negocimeve të frytshme, shitësi ka shfaqur interes për lidhjen e një marrëveshje balancimi me blerësin e ri, në përputhje me nenin 6 të marrëveshjes për blerjen e energjisë elektrike. Pra, sipas këtij dokumenti zyrtar, Voltalia, pasi ka zhvilluar negociata të suksesshme pa përcaktuar se me kë dhe ka kërkuar në 13 prill të vitit 22